fokusi kryesor ka me qenë te çerdhet. Se përket neve si vetëvendosje, do të mos i kandidat përkëtar për investimin e kapitalit që kemi para pa për këtë periudhë 4 vjeçare, fokusi kryesor ka me qenë te çerdhet, që kemi premtuar që me qenë 5 çerdhe të reja, për shkak se shumë rëndësinë çerdheve të reja, është investimin në ujë të pijshëm edhe investimin në mbrojtjen e ambient në fakt në trajtimin e ujrave të zeza, që do të jenë investimet kryesore. Këto që ne më bëjmë bashkëpunim me qeverinë, sepse vlera tyre është e madhe edhe te trajtimi i ujrave të zeza, sidomos impiante për trajtimin e ujrave të zeza, po megjithatë ne do ta bëjmë punën tonë sa i përket shtrirjes së rrjetit, riparimit, sepse shumë prej këtij rrjeti është jo funksional. Kur jemi te investime tjera, përveç çerdheve që thash, kemi edhe sallat sportive nëpër shkolla, ku kemi para pa 4 sallat të reja sportive, domthonë për shkolla, në 4 lokalitete, në 4 fshatra. Pjesa tjetër, domthonë fokusi kryesor do të jetë te uji i pijshëm, sa i përket kulturës, tash te uji i pijshëm edhe te trajtimi i ujrave të zeza, te pjesa e kulturës, ajo që parashihet është ndërtimi i një qendër multifunksionale që do të jetë në Pozhoran, që i dedikohet qytetarëve të Pozhoranit për aktivitete kulturore sportive, po sidomos për ato të kulturës, për shkak se Pozhorani është prej ato lokaliteteve që qysh mas luftës së dytë botërore ka pas shtëpi të kulturës, po tashmë nuk e ka një të tillë, edhe asnjëherë nuk është menduar për një çështje të tillë ndaj Pozhoranit. Vitia ka shtëpinë e kulturës, fatkeqësisht edhe Vitia, një pjesë e madhe e shtëpisë kulturës, përdoret për aktivitete tjera jo të fushës kulturës. Faleminderit, zotënia Ademi.